Të gjitha rastet deri më tani kanë të njëjtën procedurë, janë dënuar mbi bazën e këtyre procedurave të ndjekura të procedurës penale dhe janë me qindra raste në hetime dhe në gjykim që kanë bazën e njëjtë të procedurës penale, që kanë ndjekur do thotë hapin e njëjtë të procedurës penale, që nënkupton që ekzaminimet apo ekspertizat janë bërë nga ana e prokurorëve të shtetit. Unë mendoj që çështja e interpretimit të dispozitave ligjore dhe kësaj paqartësie shpresoj se përmes ushtimit të mjeteve juridike nga ana e prokurorit të shtetit do sqarohet nga gjykata e apelit. Mirë, por nëse konfirmohet një interpretim i tillë i gjyqtarëve apo i trupit gjykues, atëherë kjo do të paraqet një precedent të rrezikshëm dhe do të ketë pasoja mjaft të rënda për vendin tonë, sepse ka qindra raste që janë hetim në gjykim, po edhe të dënuar, ka persona të dyshuar, të paraburgosur, të burgosur, mbi bazën e këtyre provave elektronike apo digjitale. Dhe gjitha këto rastet, ku prova vendimtare është prova elektronike, atëherë gjitha këto raste ka dyshim që mund të bien dhe si pasojë edhe mund të lirohen këta persona nga procedura, nga hetimet, nga ndjekja penale, dhe kjo është një precedent shumë i rrezikshëm dhe mund ta dëmtojë edhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë, jo mbi bazën e mungesës së provave, por mbi bazën e interpretimit jo të duhur të dispozitave ligjore.